ka ndodhur që vajza e gratë ndryshme të kalojnë periudha të vështira me shëndetin e tyre dhe kjo bën që ato të duhet shkëputen për periudha të gjata kohe, të konsiderueshme kohe nga puna. Por ajo çfarë ndodh më pas është një fenomen i cili shkon kundër asaj që do duhet të ishte normalja. Kur këto vajza dhe gra rifitojnë shëndetin e tyre, aftësinë për të punuar, e duan që të bëhen kontribuese në familjet e tyre, e njerëz të përdorur në shoqëri, e jo thjesht që rrinë më njan, kanë vështirësi për të rikthyer në vendet e tyre të punës. Shpeshherë jo, por shpeshherë po. Edhe për të gjetur një punë të re gjithashtu nuk është as pak e lehtë, sepse paragjikohen për shkak të smundjes që kanë kaluar, me frikën se mos kjo do të përsëritet sërish, e kjo do t'i kushtonte pastaj atij që punon qoftë ky një institucion publik apo privat. Për të folur për këtë temë ne kemi të ftuar sot Ornela Nuron, ajo është aktiviste, një person që ka provuar në lëkurë këtë lloj diskriminimi, dhe Alma Demiraj, është kolegja jon këtu në Top Channel, që edhe javën e kaluar e ka trajtuar këtë temë në njërin nga edicionet e lajmeve. Mirëmëngjes të dyjave. Mirëmëngjes. Është kënaqësi. Mirë se keni ardhur. Ornela, dua të pyes, si paciente me diagnozën e kancerit, problematika jote ka qenë punësimi apo jo? Po, në fakt, unë që nga shtatori 2024 dhe deri në këtë moment jam duke u përpjekur që të stabilizohem në një vend puna, qoftë kjo administratë publike apo një punë private. Përpjekjet e mia kanë qenë në rrugë ligjore për sa i përket administratës publike dhe duke dhënë intervista për tregun e punës në privat. Ti thua nëpërmjet rrugëve ligjore në administratën publike, sepse ti ke mbajtur një vend në administratën publike më herët. Po, dikur kam qenë pjesë e administratës publike, pastaj jam shkëputur dhe jo për efekt të smundjes, ta cilësojmë. Ka ndodhur më përpara. Më pas jam shkëputur për trajni, për trajtimet dhe është shoh shumë të vështirë tani. Është një si një mur, por që domethënë të dyja palët e dim për pse ndodh. Si mur xhami, që edhe s'duket. Pse ndodh? Pse duhet të jetë kaq e vështirë? Mendoj mos informacioni. Nga çfarë trëmben? Po, trëmben sepse ndoshta un kam një shans më të lartë për të rismur prap për kostot, se ndoshta kompania mund të mendoj që ka edhe një ndërgjegje më pas ose një përgjegjësi më pas për një punonjësin e vet. Mendoj unë. Në fakt, ajo që i shqetëson më tepër, sepse përveç Ornelës, unë kam patur dhe raste të tjera të cilët më kanë telefonuar, ka qenë në marrëdhënie pune, por i duhej të shkëputej për të trajtuar këtë sëmundje, i duhej të shkëputej her pas here, dhe kjo gjë sigurisht nuk u pëlqen, nuk u shkon për shtat punëdhënësve, pasi do t'i mungoj punëmarrësi i vet. Dhe kjo gjë nuk i le verdis dhe shpesh herë nuk para pëlqejnë që të punësojnë një person të tillë, edhe pse është e sanksionuar. Patjetër që duhet ishte, këtë do thosha. Po thuaj që gjatë trajtimeve kam patur raste. Për shembull, jam në rasti që i kam mbyllur të gjitha trajtimet dhe i kam të gjitha forcat. Flasim në përgjithësi për pacientët gram që janë duke kaluar, janë duke trajtuar, duke u kuruar, po, dhe kanë qenë në marrëdhënie pune, kanë patur presione të vazhdueshme për shkak të raporteve, sepse marrin raporte normalisht. E duhet shtuar këtu sepse Ornela është një grua e fortë dhe unë e kam pasur personazh dhe në kronikat e edicioneve të lajmeve, dhe është një grua vërtet që është shembull, por gratë me të prekura nga tumori i gjirit, sigurisht janë në gjendje të vështirë emocionale, psikologjike, dhe kur ti shton, pra vetë sëmundja shkakton stres. Kur ti shton edhe stresin se një ditë mund të humbasësh vendin e punës, por nga ana tjetër kjo sëmundje ka kosto të larta financiare. Dhe kur ti bën presion në një farë mënyre, le të themi se presion është, i shkatron, i dërmon këto gra. Megjithatë Ornela mund të na tregojë, domethënë edhe kur je në gjendje pune, për më tepër vështirësia kur Ornela tashmë e ka kaluar, dhe Ornela nuk e mbaj mend. Ornela vetëm që e tregon që sfidën më të madhe e ka kaluar. Ornela, çfarë do doje ti të bëje tani? Në këtë moment, me këtë energji, se unë jam edhe me qeliza kështu të pastra, me energji të reja, nuk jam më me ato të... Në fakt, unë kështu të mbaj mend gjithmonë. Po kur jemi takuar bashkë kam qenë gjatë e shëruar. Në fakt, gjithmonë më kanë pëlqyer këto punët sociale. Tani mendoj që përveç arsimit që unë kam bërë, sikur kam marrë një shkollë tjetër,
sikur më ka mësuar jeta. Është mençuria e asaj që ke kaluar. Domethënë, më ka mësuar jeta se si ta ngushëlloj dikë që është në rrugën time. Ndoshta jo gjithmonë duhet të jesh psikolog që të Absolutisht. Për ta kuptuar mendon që kush e ka provuar në lëkurë është Pra po kuptoj, Alma, që ky është një lloj fenomeni. Nuk e di se sa i fuqishëm dhe i përhapur, por që ekziston, po më thua që nuk është një rast, nuk janë dy. Jo, nuk është një rast. Ka një stepi pra, sepse ideja është këtu, gratë që kalojnë tumorin e gjirit, po qofshin edhe sëmundje të tjera, që mund të jenë që kërkojnë kurim, vajtje të herparëseshme për po them në spitale etj. Nëse ka një diskriminim të tillë, kjo shkon kundër ligjit dhe këto gra janë totalisht fuqishme, totalisht të mundura, totalisht të mençura, të afta për ta bërë punën e vet dhe ti thua jo sepse ti ke kaluar një gjë të tillë, edhe kjo nuk ma merr mendje që thuhet kaq qartë. Nuk thuhet kaq hapur Blendi. Por që nga rezultati është një negative që merr, e kuptoni që sa përgjigje negative janë për ty. Pafund. Sa është pafund? Kam sa vetëm kohë që kërkon? Që nga tetori 2024-s. Ne kuptoj. 7-8 muaj pra e bie. Okej, po nga 2025. Që është një kohë e konsiderueshme. Në janar dhe në shkurt dhash mbi 20 intervista. Do të thonë, i bie gati çdo 2-3 ditë, unë kisha nga një intervistë. Jo. Dhe duhet të thënë që Ornela ka edhe një formim për çfarë ke mbaruar Ornela? Unë kam mbaruar Mbardhënie Publike Komunikim. Pra, e ka dhe nivelin arsimor, le të themi, ku mund të aplikoj master shkencor administrat. Dhe pra refuzohet. Alma, po cila do të ishte zgjidhja e duhur edhe për këto paciente që kanë nevojë për një mbështetje ekonomike dhe duke marrë parasysh që aktiviteti i tyre në këtë fazë të jetës është shumë i vogël dhe rëndon në psikologjinë. Çfarë mund të bëhet? Patjetër, Kushtetuta e Shqipërisë garanton të gjithë shtetasit, pra kur janë të aftë, pavarësisht se ka një diagnozë, të kenë të drejtën për punësim. Por ka dhe organe ku mund të ankohen. Madje un kam edhe një studim të bërë, nuk është i viteve të fundit, ka disa vite që është bërë në fakt, pak kohë le të themi, ku këta mund të ankohen, gratë me sëmundje tumorale dhe jo vetëm, ku ankohen për diskriminim. Dhe nëse do të merrja vitin 2018, janë 15 raste. Jo, më fal, viti 2018, 8 nga 24 vendime thot me konstatim diskriminimi janë për shkak të sëmundjeve, në vitin 2017, 21 nga 57 vendime me konstatim diskriminimi. Pra, kanë ku mund të ankohen, vetëm që dhe më pas janë gjykatat që i mbrojnë, mund të ankohen kundrejt kompanive, sepse e kanë detyrim, aq më tepër administrata publike por edhe kompanitë private nuk mund, nëse ankohesh për diskriminim. Ka një masë disiplinore, çfarë ndodhet? Patjetër që po, gjobiten, Komisioni i diskriminimit aq ka kompetencë. Mund të jep rekomandime, shkojnë deri në gjoba.